Jo, nuk ishim të ndarë asgjë. Thjesht i dash prokur. E më thamë, do ikë të alla atje në Itali në 4 vite, shumë. Më thot mua ai që fëmijën se kam me ty. Po më akuzon për 500 gjëra, po më shanë në telefon që atë djali unë e kam tipin kopjon. Ai është djali im. Këtë gjë e tha për inatë, kupton? E tha për inatë. Është super plerë, si ajo, si vllaja saj, si alla e saj, janë tëra plera. Janë tëra plera, kaq. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do fus një baba, i quhet Lorenz Kolketa dhe është aktualisht në Londër. Fatkeqësisht ky baba ka 4 vite që nuk ka si kontakt me të birin e tij 6 vjeçar. Pasi ky i fundit është larguar me nënën e tij në drejtim të paditur, por dyshohet se jeton në Londër. Ndaj Lorenci ka emigruar, ka udhëtuar nga Vlora, nga vetlindja e tij drejt Londrës me shpresën për të gjetur djalin e tij, por fatkeqësisht deri në këtë moment ai nuk e ka gjetur dhe do hyj në këtë live-in tim për të treguar historinë, detajet si u nda me nënën e fëmijës së tij dhe me shpresën se do i gjej djalin. Lorenz, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Më ke shkruajtur në rrjetet e mia sociale për një problem që ti po has me ish gruan, mos gaboj. Po pra. Çfarë ka ndodhur? Si ta nis? Çfarë ka ndodhur Lorenz? Çfarë ka ndodhur me ish gruan? Pse ti je në konflikt? Jo, unë jam para konflikt. Mua më ka marrë djalin kaq. Si e ka marrë djalin? E ka marrë djalin që i ka dhënë prokurën tëra. Lorenz, sa kohë ke ti që nuk e ke takuar djalin? Sa kohë? Po. I bie gati 4 vite. 4 vite. Atëherë Lorenz, që ta kuptojmë qartë historinë tuaj, ju keni qenë i martuar para sa vitesh? 2017. Si quhet nëna e djalit tënd? Elsa Qoshi. Jeni njohur me mbledhëri, me dashuri, mund të më tregosh si e njohur me nënën e fëmijës? Jo. Thjesht në Facebook. Jeni njohur nëpërmjet rrjeteve sociale? Po. Sa vjeç ka qenë atë kohë Elsa? Elsa ka qenë, mos gaboj, 30 vjeçë, unë kam qenë 1 vjeç më i vogël, mos gaboj. Ju 29, ajo 30. Po pra. Ndërkohë, pas njohjes tuaj në rrjetin social në Facebook, jeni takuar më pas. Po pra, kemi folur, unë ka vënë në Tiranë, kam bërë muhabet. Dhe ashtu ka vazhdo muhabeti gati 4 vite, 5 vite. Mund të më flasësh për marrëdhënien që pate me nënën e djalit tënd? Çfarë ndodhi? Ju njohët në internet, u fejuat, u martuat? Por çfarë ndodhi në martesën tuaj që u shkatërrua më pas? Shumë probleme, shina alle saj, shina vllai e saj, shina tëra. Ka shumë probleme. Po çfarë problemesh? Mund të më tregosh? Çfarë problemesh ke pasur ti që të shkuan keq gjëra dhe kërkove divorcin me gruan? Po shina vllai e saj, që vllai e saj po më akuzon për 500 gjëra, po më shanë në telefon që po shumë gjëra kaq. Ju e keni konfliktin me ish kunatin apo me gruan? Ish kunatin edhe me gruan edhe me tezën e saj. A mund na tregosh Lorenz pse u ndave me gruan? Për shumë arsye. Unë dajun e sen në telefon. Po. Am gjën. Të dëgjoj. Edhe më thot më ai që fëmijën se kam me ty. Daja i nuses të ka marrë telefon dhe të ka thënë që fëmijën nuk e ka me ty? Kam folë në mesazh. Por pse? Ju dyshoni se ajo ju ka tradhtuar? Po jo më s'është puna për tradhtim, është puna që atë djalin unë e kam tipin kopjon. Por pse daja i nusës u a bëri këtë gjë? Është pak e rëndë kjo gjë. Kjo gjë e tha për inatë, kupton? E tha për inatë. Por më pas nisën konfliktet mes teje dhe nusës. Jo, ka vite.
Po pra, po të pyes pse u ndave me Nusen? Vllai saj. Lorenz, e kuptoj që je në siklet në këtë live me Odetën dhe shumë gjëra ndoshta nuk do t'i tregosh. Çfarë konflikti ke ti me Kunatin? Kunati im quhet Deti Qoshi. Deti Qoshi, çfarë konflikti ke ti me të? Unë kam konfliktin ka që djali më ka marrë e ka qenë Angli pa djenit time. Por si u largua Nusja nga ty, edhe me djalin së bashku? Djali me Nusën në largua i dash një prokur. Jo, përpara se t'i jepi prokurën, ju ishit zënë me njëri tjetrin, jetonit bashkë apo ishit të ndarë? Jo, nuk ishim të ndarë asgjë. Thjesht i dash prokur. E më thamë, do ikë të halla atje në Itali, në Kjari, ku ishte ajo. Dhe nuk u kthye më? Jo. Po bën 4 vite. Lorenz, por në momentin që ajo është larguar... Unë kam lexuar atje mesazhe që gjëra që ai është budalla, ishte ashtu, jo, ai s'është mirë. Nuk jam mirë, jo. Unë jam tamam djalë. Mos e mbani. Lorenz, ajo u largua nga ty dhe nuk u kthye më. Do të thotë diçka ka pasur mes teje dhe asaj, që ajo i dha fund kësaj martese. Jo, ajo ka patë arsye që ti në Angli të kërkoja azil politika, nuk e di çfarë them, nuk e di. Por ju a keni qenë të dashuruar me njëri tjetrin? Më para po, tani jo. Jo, në ato kohë ju keni qenë të dashuruar, pse iku ajo nga ty? Diçka ka ndodhur, Lorenz, se nuk ka ikur kot ajo. Lorenz, ka pasur dhunë në familje? Nuk e di çfarë të them, nuk e di çfarë të them. Çfarë dyshon pse iku gruaja dhe nuk të dha një arsye? Tani më duket pak absurde kjo gjë mua. Miku gruaja nuk dëgjoi. Ajo ka ikur që për shumë arsye. Kaq. Po kush janë arsyet më, Lorenz? Arsyeja është e para që po ta them trosh fare që vllai sa do ta marrë në Angli. Me allën e saj unë kam bërë shere plot. Unë allën asaj e di ku e ka shpinë, i di tëra. O Lorenz, unë jam e sigurt që asnjë grua ke prish familjen për të ikur në një shtet tjetër. Ju keni pasur konflikte me njëri tjetrin, Lorenz? Është super plerë, si ajo, si vllaja e saj, si alla e saj, janë tëra plera. Janë tëra plera, kaq. Por ju po i akuzoni dhe po i ofendoni në këtë live, duhet jemi pak dhe të kujdesshëm, Lorenz. Është super plerë. Se Elsa është nëna e djalit tënd. Është super plerë. Elsa më para ka pak lidhje tjera dhe pavarësisht nuk do t'i them këtu në emision, dhe sa më tha mua dove e saj që djalin se ka me ty, qa pret më, kaq, më thuaj. Pra, ju keni pasur konflikte, ti ke dyshuar për tradhti dhe kjo ka qenë arsyeja e ndarjes. Këtë po tregon. Po. Por në momentin që ajo të kërkoi prokurën dhe u largua me djalin përpara 4 viteve, djali ka qenë 2 vjeç në atë kohë. 4 vjeç. 4 vjeç. 3 vjeç. Nga bëj. 3 vjeç. Dhe nuk u kthye. Po, dhe nuk u kthye. Ju e telefonuat Elsën? Më ka bllokuar komplet. A i keni bërë ju një denoncim në polici? Po, pra. I kam bërë denoncim në Vlorë, në Tiranë, në tëra. Por nuk e mundur dot nëpërmjet familjarëve të saj? I kam vajtë në shtëpi me polici. Po? Me polici, numër 4 i kam vajtë në polici. Kam bërë denoncim atje, më tha mua, jo, Elsa, po, o bëre mirë ti, do vi prap të ty. Gjira, 500 gjira, kaq. I kam vajtë në shtëpia, të fresku. Por atë pas ka thënë, po, u bëre i mirë, do kthejmë prap të ty. Jo, babaja saj. Babai saj. Por pse çfarë kishe bërë ti? Çfarë kishe bërë ti që duhet të bëhesh i mirë, se kishe qenë i keq? Sipas tyre. Për arsye të kthehen në shtëpi kaq.
Jo, babai i Elsës të tha që po bëri i mirë, vajza do kthehet në shtëpi. Po për arsye që unë kisha pire, isha bërë tapi pire, kisha bërë budallëshe në Itali, ai nuk është njeri e 500 gjira, nese, mos të bëjmë to ma brezër. Lorenz, do të thotë që edhe ti ke pasur fajat e tua. Pra edhe ti pas ke pirë, e pas ke dhunuar. Dhunuar gjallë në botë. Mund të kem pirë, mund të kem bërë gjirat e mia, paka shumë, mon në vlorë me një dërë, të kush jam. E qartë, por deri diku ti po e pranon që ke bërë gabimet e tua, sepse ajo kot nuk ka ikur. Po qa kam bërë, mund të kem bërë vetëm ato, fjetë fajt e mia që kam bërë, ka ish. Po më pse kjo normale të duke ty, kam pirë, kam Që bërë. unë të dhunoj djalin, të dhunoj nusën gjallë në botë njeri. Gjallë në botë. Sa ko ke që... Unë jam lonjat. Dhe babadem, nuk jam shumë vlonjat fshetar. Mirë, ti jesh vlonjat, nuk do të thotë që patjetër je një babai i mirë dhe një bashort i mirë. Kështu që nuk e pse përmend jam nga Vlora, jam nga kjo, çrën si ka. Ti ke humbur kontaktet me djalin dhe kjo të intereson. Sa kohë u bë që s'ja ke dëgjuar zërin fare djalit? 4 vite. 4 vite. Nuk je munduar nëpërmjet nënës të marrësh një shpjegim nga ajo që pse të braktisi në këtë lloj forme dhe pse të ka penguar djalin? Nga kush? Nga nëna, nga Elsa. S'kam fare kontakte, kam 4 vite, më kam bërë kontakte. Por në momenti që ajo iku në Itali dhe të kërkoi prokurën, çfarë të tha? Më tha që do rritë alla atje, do qetësojmë, do vi prapë. Më tha, në më prokurën, do rritë alla atje, të qetësojmë, 2 muaj do kthejmë prapë në Shqipëri. Kaq. Por pse çka kishte ndodhur mes te dhe asaj që ajo kishte nevojë për qetësi? Ishit zën ju të dy? Problemi ishte te alla e saj. Neve më akuzon për gjëra kot, paka shumë si di shumë mirë. Ndërkohë familjarët e saj ty nuk të kanë dashur si dhëndër. Kush? Familjarët e Elsës. As janë, as vllai, as babai. Për maman, më vjen keq, atë e dua tamam. Ajo është tamam. Zoj. Por pse nuk të kanë dashur, Lorenz? Nuk e di. Nuk e mundur do të flasësh me këta njerëz për të kuptuar se diçka mund të kesh bërë që ata nuk të kanë dashur. Si? Diçka ke bërë që ata nuk të kanë dashur. A ka shumë të kam bërë, që nga bërë unë, s'kam bërë asgjë. Nuk kam bërë asgjë. Të bëjnë e krim, të bëjnë e burga, atje në Shqipëri, nuk i shkuet. Emër, po të kem bërë e burga atje në Shqipëri, ma thuaj. Po më mirë, nuk është e thënë që duhet të bësh burg që njerëzit të mos të duan. Unë nuk po të pyes për këto gjëra, unë po të them marrëdhënie raporti që ke pasur me ata, pse ata nuk të kanë dashur, që kanë detyruar edhe Elsën të ndahet nga ty. Në arsye ka që unë kam pirë, më para. Edhe Ke qenë përdorur si alkoolit. Jo e ke gënyer atë personin. E kuptoj. Ti nuk do të japësh shumë shpjegime, ndoshta je në siklet për të folur për të shkuarën tënde, për problemet që ke pasur, për gabimet që ke bërë. E kuptoj qartë dhe nuk do të pyes më, Lorenz. Por sot ti ke informacion ku jeton djali jot me nënën e tij? Nuk e di. Se ju më thatë që mund të jetoj në Angli. Unë Angli jam vetë s'pëjgjitën. Ti çfarë informacioni ke, Lorenz? Ku jeton djali jot sot? Sa ka marrë vesh, është në Angli. E ka marrë Daja. Po. Ju keni arritur ta gjeni ish kunatin? Jo, akoma. A keni kontakt, keni folur me kunatin? Unë po të gjatë, më falë, unë po të gjatë person, unë sot do isha në burg. Kaq. Po jo, Tani të lutem, unë nuk dua që
Jo, Lorenz, të lutem, tani do të jemi pak serioz dhe nuk të lejoj që të thuash këto fjalë. Unë sot ishe në burg, po ta gjej të besoj. Lorenz, unë e kuptoj që ti je një baba të dhëm shpirti, ke humbur kontaktet me djalin, ke 4 vite që si dëgjon zërin, por këto gjëra nuk të lejoj ti thuash. Sepse ka ligje dhe ti po bën këtë denoncim ta gjesh djalin. Nisem live, si në Angli, si në Itali, si në Shqipëri, ku të vi. Ti kam marrë djalin 4 vjet. Lorenz, në momentin që ti ke arritur ta gjesh ish-kunatin nëpërmjet rrjeteve sociale, ke folur? Unë ka thënë jam në Luton. Luton është afër Anglisë. Po. London. Edhe s'po bim. Më ka bërë blok. Kaq. Ai po tjetë but të vi atje. Por unë t'jap një këshill Lorenz, që ti duhet t'i drejtohesh institucioneve dhe të ndjekësh anën ligjore dhe jo të ndjekësh këtë rrugë që po ndjek. Kam 4 vite që unë po merrem për të gjes, por nuk ka zgjidhje. Ti ke shkuar enkas në Angli për të gjetur djalin? Po pra. Të ka marrë malli? Shumë. Të mungon. Si quhet djali? Jueli, sa vjeç mbush të vit? Çfarë kujton nga ai? Okej, e kuptoj, vendosi syzet. Çfarë kujton nga Joeli? Shumë. Mendon që të ka harruar? Shumë. 4 vite, shumë. Dhe pa dyshim që ai është rritur tashmë. Unë uroj dhe shpresoj, Lorenz, që Elsa Qoshi, ish partnerja juaj, ta ndjeki këtë live me Odetën dhe të reagoj që të lërë ty si baba të kesh kontakte me djalin. Nëse ajo e ka sjellë në jetë Joelin me ty, ajo nuk e ka pron private ta përdorja të fëmijë si dëshiron ajo. Dhe ti ke të drejtat e tua si baba, të drejtat e plota që të kesh kontakte të vazhdueshme me të birë. Dhe mua vjen keq që në këtë live për loton teksa të pyeta për djalin. Lorenz, Po. Nga informacionet që ti ke zbuluar, ish partnerja është rimartuar, ka nisur jetën e saj? Nuk e di. Po ti ke bërë shumë kërkime, çfarë ke mësuar për djalin tënd? Nuk e di fare. Ajo mund të jetë martuar, nuk e di. Vetëm të di vetëm për djalin tim kaq. Çfarë ruan nga djali jot? Fotografi, foto? Po, kam shumë foto në Shqipëri. Edhe kam akoma pa i parë. Kam një vite pa i parë ato foto që kam në dorë. Lorenz, unë e kuptoj që ti me Elsën, me ish partnerën tënde, i humbe kontakte që në momenti që ajo largua nga Shqipëria dhe mbritje në Itali te Tezja, ku sot i dyshon se ajo është në Londër, e ka marrë vllai. Ndërkohë që me ish kunatin je në konflikte të vazhdueshme, ai nuk ti jep asnjë informacion, por nëpërmjet njerëzve, Dajos, njerëzve të saj, ke arritur të mësosh ku ndodhet djali jot? Nuk e di, fola me dajin e saj, edhe më tha që familjen se kam me ty. Kjo është me bëgra pare që s'kam histori. Dhe e bëjbish sytë shumë gjatë. Më thot mua, dajve së taj që nuk e kam me ty, qa pret më? Më thuaj, qa pret më? Ti e ke menduar që ndoshta fëmia nuk është i joti, ti nuk je babaj. Gjallë në bërë.
Gjë në bot. Ai është djali im, kaq. Por pse Daja do i bënte të gjitha këto? Që ti të largohesh, të heqësh dorë? Na inati na tëra. Nga inati çfarë? Që ti të heqësh dorë nga djali jot? Po tëra gjëra, desh na djali im, na nusi, na besatit, na tëra. Tuti. Ju keni qenë të martuar, Lorenz, ligjërisht apo keni bashkëtuar? Si? Keni qenë të martuar apo keni bashkëtuar? Martuar me celebrime të tëra. E keni bërë divorcin? Unë desa di nuk e di jo, unë kam qenë jashtë, kam qenë në Itali, jam në Angli, nuk e di. Qa ka bëra jo, nuk e di. Por ti ke marrë ndonjë thirrje nga gjykata për që të paraqisësh në gjykatë për divorcin? Jo, fare. Që do thotë ju jeni ende të martuar. Po pra. Lorenz, në të tilla kushte, ti pse nuk je drejtuar gjykatës të bësh divorcin për të marrë dhe të drejtat e takimit me fëmijën? Divorce, prokure, tëra. Jo, divorcin e ke bërë, Lorenz? Unë jo akoma. Nuk e di qa ka bëra jo, nuk e di. Po pra, Jo. siç ti po e tregon këtë histori, ju nuk jeni ndarë ende zyrtarisht. Pse ti nuk i drejtohesh gjykatës të bësh divorcin, që të marrësh më pas të drejtat e fëmijës, takimin me djalin? Na e që unë jam jashtë, jam në Angli, kam qenë në Itali, kam qenë në Gjermani, kam qenë në Belgjik, e në kjo arsye nuk kam në Shqipëri. Si ka qenë jeta jote këto 4 vjet pa djalin? Edhe pa Elsën, se jeni ndarë. Unë, Po. unë kam vetëm time, unë kam familjen time, kaq. Më shumë nuk sa më shumë gjëra. E kuptoj, ju keni krijuar një tjetër lidhje. Po pra, Keni sjellë një jetë fëmijë. po kam një çup. O, me jetë ta kesh. Keni sjellë një jetë një vajzë, por të mungon djali. Kam një çup, vetëm unë ka di që është djali kaq, nuk do fare unë interes për ato. Nëse Elsa e dëgjon këtë video, dhe unë uroj dhe shpresoj që ajo ta dëgjoj këtë live me Odetën dhe të më kontaktoj për të patur edhe zërin e saj, për të marrë një përgjigje nga Elsa. Por çfarë do i thuash Elsës? Qa të them, unë më pare kam thënë që nuk do të kemi interes vërë dhe ajo, vetëm të shkoj djalin, po i them prapë. Të shkoj vetëm djalin, kaq. Kush djali, kaq. Vetëm djalin. Nuk kam fare interes unë të ajo person. Nuk e dua që person. Nuk e dua. Po, e qartë, ti ke nisur një tjetër lidhje, ti i bashketon me një tjetër grua tani dhe normalisht me Elsën i ke dhënë fund gjithçkaje, por i bën thirrje që të lër djalin. Bashkoj, e kam nuse tamam. Po pra, nuse, po ti nuk e bër letra me nusën e dytë. Zyrtarisht nuk je i martuar. Jo, do vi në vlorë të bie celebrimin tëra bashkë. Do të bësh një ndarjen me Elsën. O, Lorenz, do të bësh një ndarjen me Elsën që të martohesh me nusën e dytë. Po pra, do vi në vlorë në gusht, po që mua po më kërcënoj, po mbi 500 gjëra. Kush po ju kërcënon? Unë kam frikë të vi në vlorë. Pse? Pardon? Pse ke frikë? Kush po të kërcënon? La e saj edhe gave e saj, unati jetë. Me çfarë të kërcënon, o Lorenz? Që po dhe në vlorë do të vrasin, do të bëjmë të ashu, 500 gjëra. Ju duhet të denonconi në polici, duhet të bëni një denoncim në policin në qytetin e Vlorës. Por pse të kërcënon ai ty sot kur ti je ndarë me motrën e tij? Unë se jam darë, unë do vetëm në Shqipëri të bëjë divorcin, jo, unë do të vrasë, do të bëjë... Po Jo pra, s'ka punu e motrën time, bëjë divorcin, 500 gjëra këtonë. po pra, ti nuk e bër divorcin, po ti je ndarë me atë fizikisht, ti jeton me një tjetër grua. Domethënë, pse ai të kërcënon ty sot? Nuk e du. Apo pse ti kërkon djalin tënd? Ja, mund t'jetë. Po kjo është e padrejtë, sepse nëse ai është djali jotësh, ti ke të drejtat e gjithë botës për atë fëmijë, je babai. Qa mund të bëju?
Ndërkohë nëse kunati juaj që mban emrin Deti dhe jeton aty në Londër, të ka kërcënuar, unë dua ti përcjellësh një mesazh. Lorenz, unë dua që ti në këtë live me Odetën ti japësh një mesazh ish kunatit tënd. Për atë person, po më kërcënon, kam frikë të vinë në Shqipëri, unë me dokumente italiane, me dokumente angleze, i kam të rëmë, edhe kam frikë të vinë në Shqipëri. Unë e di që ata prindërit jetojnë të shkolla kuqe në Tiranë, më zgaboj, që kam marrë informacione, që unë po të vinë në Shqipëri, unë mund të bëj shumë gjëra. Po që ai mos më kërcënoj si ai, si garu ati, si gjazhaj ati, mos më kërcënoj kaq. Unë kam allët e mia, unë kam familjen e time, vetëm dua të di kush djali kaq. Lorenz, për dy fjalë për djalin, për Joelin, çfarë do i thuash? Po çfarë më dua shumë kaq. E dua shumë. E kam jetë. Unë në Vlorë kam për të bërë ato shtëpi në Vlorë, dhe ja për pallat, dhe ato dyre që kam, dhe ja djalin tim kaq. Gjallë në botë. E kam djalin tim, dhe kam qenë tim kaq. Unë uroj dhe shpresoj që ta takosh sa më shpejt djalin tënd. Uroj që ky denoncim që bëre live me Odetën të shërbej dhe familja Qoshi, nëse është duke na ndjekur të reagoj, sepse ti ke të drejtat e plota që ti dëgjosh zërin djalit tënd. Edhe pse ai rritet nga nëna e tij Elsa. Po pra. Unë të falenderoj që të pata në këtë live, dhe të përshëndes nga Tirana dhe uroj të bëhet më e mira. Inshallah. Po zot. Faleminderit dhe mirupafshim Lorenz. Ciao. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Kosovë, do lidhemi me një nën, është nëna e 8 fëmijëve, quhet Emine Hoti, por kjo nën është në kërkim të fëmijës së saj të nëntë. Një histori e ndodhur në Prishtinë, në kryeqytetin e Kosovës, konkretisht në gushtin e vitit 1987. Por çfarë ka ndodhur do të jetë pikërisht Eminia që do na i tregojë këtë histori, kështu që unë hap dritare dhe ftoj më një herë këtë zonjë. E dashur Emine, përshëndetje nga Tirana. Nga Podjeva, Eminia. Te a i mirë? Mirë, faleminderit. Ju më telefononi nga Kosova, besoj, jeni nga Kosova. Po. E dashur Emine, më ke shkruar dhe me sa kuptova je në kërkim të një fëmije. Mund të ma tregosh ngjarjen? Me 3 gosht më ka lind, e kom qenë në spital në Prishtinë. E ka vujt atë notë nesët kër na shku mi këqyrën, ka thonë ka u dhejët. Po kër e këna morë na, a ju konë maj madhë e jam e konë maj vogël. Ndalemi pak dhe do të bëj disa pyetje. Ju keni sjell në jetë një fëmijë në 3 gusht të kujt viti? I ka vëlla, gosht i bën 38 vjetë. Për para 38 viteve, i bie të jetë 38 vjeç gushtin e këtij viti. Po. Ju lindet një djalë apo vajzë? Djallë vëlla. Në çfarë qyteti lindet? Në katon fshat. Si quhet? Spitali ku shkove? Spitali në Prishtinë. Ke lindur në Prishtinë, në spitalin e Prishtinës. Prishtinë, po. Kër në avram që ato, mu në përdok që ke qaj një jami, kë maj madhe, e konë maj vogël. Pse kishe binjak? Jo, vëlla, jo, binjak, jo, veç me këllev, e qumë, thanë, jo, do të mishtin gjëmë, se është 2 kile e gjys. Edhe kër e murëm, të ne, kishkom maj madhë që ne dha neve, që thanë ka vdek. O në potutna që ma kanë dhjen. Ti dyshon se ka ndodhur diçka në spital? Aha. Por pse dyshon ti Emine që fëmijën ta kanë marrë dhe nuk ta dhanë, nuk të treguan të vërtetën? Pse ke këtë dyshim? Po të shej që ma kanë dhjen, pe i rosti që i të teatrosin e Mohamed Tagushit, ka posem dhe Mohamed. Edhe më do kësë kër me konë fëmijë jemi që ashtë të këtyrë, që ashtë të krej.
Pse, ti dyshon që Muhamet Agushi mund ketë lidhje me ju? Nuk e di tash në spital që kanë bos, di. Sepse historia e Muhamet Agushit është një tjetër histori që është braktisur nga nëna, ndërkohë ti nuk e dashur ta braktisësh fëmijën, ti pretendon se ata ta kanë marrë. Jo, nëse kom ljonë, veç me 400 vjetë, se nëse kom ljonë. Sa vjeç keni qenë ju kur sollët një jetë fëmijën? Unë kom pas 28 vjetë. Ishte fëmija i parë që sollët një jetë? Jo, vëllai, i 4-ti. I 4-ti. Por ju e morët fëmijën në krah? E pat? Po e morëm e këna shtim veje, po mu nuk më dok që ke qaj, se ke maj madhë, po jam e kon maj ligë. Jo, i dhe i gji e mbajte në krah? Ja, si kom dhonë. Por... E që va në spital të një atë e morëm ishtë në gjëmë, kur e shko burë, se në më kon shumë e ligë, smut, e morës, e prunë ishtë në veje, po mu nuk më dok që kur e lojë vijë, që lojë të i qaj në veje. Pra ju kanë dhënë edhe trupin e foshnjës. Por pse vazhdon ende të dyshoshe, dashur Emine, që ka ndodhur ashtu, fatkeqësisht ai fëmijë ka ndruar jetë. Dhe më ranons, po dyshon çka mos. Të besoj, ti asin në nuk kërkon një gjë të tillë. Është dhimbje e madhe, por diagnoza mjekët ta dhanë, diagnozën nga se vdiq fëmia? Nuk e di. Me që kur shku burri me po, ka thonë ka vdek, shko me ratin po dromë, ku i lovë të ti. Dhe trupin e foshnjës të ndjerë, ju e keni sjellë në shtëpi dhe ti po më tregon që ka qenë vjera ajo që... Po. Dhe ty nuk të ngjajti që ishte djali juaj? Mos më doke që ke jami. Pse? Ishte më i madh? Pak më i madh dhe nuk përket ke kërkon neve. Ti ke dyshuar... Kem qa me i bota është. E qartë, e kuptoj. Ju keni dyshuar që në ato moment që vdiq foshnja, apo dyshuat kur pat emisione të tilla? Unë e kom dyshuar se të tërkosh jo, ai burrit e ke, jo qa jo konë, mos e letë mo, ti. Por, ndoshta Emine, unë nuk dua të lëndoj, por ndoshta historia mund t'jetë ashtu e vërtet, që ai foshnje që ti solle një jetë, 3 gushtin e 1987-ës, mund të ketë ndruar vërtet jetë. Nuk po di. Ndoshta shkaku mund t'jemi dhe ne emisionet që zhvillojmë me këto historira dhe shumë nëna, unë e them vazhdimisht dhe më vjen keq, për shumë nëna që mund kenë humbur një foshnje, pasi e kanë sjellë një jetë viten përpara, duke parë këto emisione, ju çelet një dritë jeshile dhe fillojnë të imagjinojnë dhe të besojnë që ndoshta dhe fëmia i tyre nuk ka vdekur dhe mund të jetë gjallë. Ç'është? Por aman, jo të gjitha historitë janë kështu. Vdekshmëria e foshnjeve ka qenë shumë e madhe në ato vite. Okej, në vitet që jetojmë tashmë është ulur numri fatmirësisht, por ekziston dhe ndoshta mund të jetë ashtu. Nuk po di. Por fëmijët çfarë të kanë thënë? Mia thëshin ku është do të më gjetë, burri the ke jo, the ke se çaj jo konë ti. Sa fëmijë sollen një jetë dashur Emine? Nëna e sa fëmijëve je sot? Nëna 8 fëmijë. 8 fëmijëve pas vdekjes së djalit sollen një dhe 4 fëmijë të tjerë. 4 pora, 4 mas 8. 8 fëmijë dhe mi jetë i kesh. I ke sa vajza dhe djem ke? 4 qika dhe 4 djem. Që kanë ndarë shumë me thikë të barabartë. 4 djem dhe 4 vajza, ndërkohë që ata e din këtë histori, ju a ke treguar që... din kreqysh, ja. Por ata çfarë të kanë thënë fëmijët? Ata thëshin do të me gjetë, ku është e kusat do të me gjetë, po ku me gjetë, nësë kom ditë që është me lypë, të kom po ty. E kuptoj qartë. E dashur Emine, ti vendose emër foshnjës në spital? Muhamet e ka posemi. Muhamet? Prandaj ti e lidhe ngjarjen me Muhamet Agushin? Po, kër e poshën ato, të isha më doke që kër jemi, që kër...
Ja vendose ti këtë emër apo bashorti? Jo, unë edhe vija rekna në ti. E pa isha nëmër, e pa isha shpesh, e pa isha se emrin e ka pos, e ja kanë pa gjitë vira, janë gjitë shpresim. Po kur ta në vdek, tani e pa isha nëmër, se ke hiq ma kitë emën, prit ma qenin, hiq ma emnin, mos bale kitë emën, dhe të vira edhe janë gjitë se Muhammed. Dhe kështu ti e quajte Muhammed, por këtë emër Muhammed ja vure pasi mori lajmin e vdekjes. Po, mos e ka. Kur ishte gjallë i vendosi një tjetër emër. Po, një tjetër e po. Shpresim, e të një jahë që ma temën janë gjithë Muhammed. Sa ditë jetoi djali juaj? 2 ditë, po. 2 ditë, por mjekët dhe infermierët, kur ti ishe në spital, nuk të treguan? Jo, unë të shpia. Unë e morë të shpia, se që të shpia kom gjetë, e kom që në spital. Por pse, ti ke lindur në shtëpi? E dashur e mine? Mishin gjanë rritët. E dashur e mine, ti ke lindur në shtëpi? Po, shtëpi. Vjera e ka pritur fëmijën? Unë e me tojë në shkuën me kërë, e këna quaj, se të kemi mishin gjanë, se ke rritët, se shumë i legë, 2 ditë, mas 2 ditë e tha mjella ka vdekë. Por pse nuk vajte në spital të lindje ti, po linde në shtëpi? Shumë kanë mojë, e kënë gjithë e shpia. Se ndoshta për shkak të lindjes në kushte shtëpie, mund të ndodhur diçka dhe ai fëmijë. Një lloje të shpia kom gjithë, e më shkue, mund të shkat të shpia, se bebën pishtimën gjëmë, unë e shkiva të shpia, po në të një mjetë arot. Ka qenë vjera që të ka pritur fëmijën, kur linde në shtëpi. Po. Dhe më pas u drejtove spitalit? Po, tani u këthim apet të shpije. Por pse shkove në spital? Çfarë? Fëmija, foshnja shfaqi probleme, pse e çove në spital? Jo, valla, veç të ishin rritët se shumë i ligë. Kur themi ishte shumë i ligë, çfarë do të thuash? Ma shpjego. 3 javë në 9 muaj. Pa mbushur muajin e 9 ke lindur ti? Ai po 9 muaj, po. Dhe e dërgove në spital dhe mjekët kur ti e dërgove në spital sa linde, çfarë të thanë? Tanë mishtin gjamë, rritët e lamë të një në orna të shpia, mas 2 ditë e në shku që 2 ditë ta karnu dhe ka vdekë. Por pse nuk qëndrove ti në spital? Ti. E dashur e mine, po ti vetë pse nuk qëndrove në spital me djalin? Nuk e di se thanë, ti nuk mund e shë se piqemi pishtin më në gjemë, ti mund nuk e shë. E kuptova qartë. Ti ke lindur në kushte shtëpie, fëmia ka shkuar në spital, ka lindur para kohe, dhe ndoshta mund të kesh shfaqur ndonjë problem dhe fatkeqësisht mund të kenë ndruar jetë, por ty të ka ngelur kjo plag në zemër. Dhe kërkon që ta zbardhësh të histori. Ndërkohë unë jam e sigurt që në spital, në regjistrin e Prishtinës, në spitalin e Prishtinës ku ti ke çuar djalin në pediatri, aty është shënuar, ka një kartel. Dita kur ai ka hyrë në spital dhe dita që ka ndruar jetë, se është dhe një certifikat vdekje që keni marrë ju më pas, dhe shkaku i vdekjes është shënuar në atë kartel. A ke shkuar ndonjëherë ti në spitalin e Prishtinës të pyesësh më vonë për të kuptuar kush ishte shka? Jo, që na shkuar, ne ka mund që ato, mos, kjo që ky burë se kjo që ky është që ky, s'kena shku më dhejt, këm po ty që shte të rastin që pi qetë. Me, e qartë, s'këm ditë ku qesh me li. Dhe shkakun e ke marrë pikrisht nga Muhammed Agushi, e kuptoj qartë dhe ndaj më ke telefonuar dhe kërkon ta zbardhësh dhe histori, por gjithsesi në atë që unë bëj çdo ditë në punën time, me shumë histori që merrem, ndoshta dhe gaboj, por ndoshta historia mund të jetë ashtu siç ka ndodhur, që fëmia juaj fatkeqësisht mund të ketë ndruar jetë dhe mos të krijosh iluzione, t'i japësh shpresa vetes që ai është gjallë, ma kanë vjedhur, ma kanë çuar në jetimore, ma kanë birsuar, mund të jetë Muhammed Agushi djali, se ka ngjashmëri me fëmijët e tjerë. Këto janë iluzionet e një nëne që ka zemrën e thyer, që e ka të vështirë të pranojë realitetin. Krejt.
Ai varri ati foshnje vazhdon të ekzistoj? Nuk e di, se ato ka shumë vërës, di gjatë po kanë shtijës. E dashur Emine, besoj që fëmijët i ke të rritur, je bërë gjyshe. Po, gjyshe qyshja. Si është jeta juaj aty në Kosovë? Po, mirë, bëjë, mirë. Ti jeton me burri, fëmijët janë të martuar? Po, e martuar, veç edhe njoju. Edhe të vogli ke pa martuar? I vogli martuar ai para të voglit haneju. Ai vogli ka qenë mishkathja, ka kaluar. Mirë, më vjen mirë që je nën e lumtur, Zoti vërtet të mori një fëmijë, por të dha edhe 8 të tjerë, je nëna e 8 fëmijëve, je rrethuar me dashuri, je bërë gjyshe, ne prezantuam këtë histori Emine, gjithsesi nuk dua të mërzis, unë do bëj disa kërkime, por prap dua të them që besoje që e vërteta ishte ajo që ndodhi gushtin e vitit 1987. Po. Bashorti nuk është në kërkim, ai e beson që historia është ashtu. Jo, veç të emre anons. Është ajo që vuan. Por Vjera, çfarë të thanë ato kohë? Të Vjera, e kam pru dhe, aja së më ka dhe ke kur gjoheq. E që kam pru dhe ka leo dhe kanë quë. Se isha po të smutën e isha rotë. Por ju pse ishit e sëmur? Ashtë zyti zërë punë shumë e zdim, liti djoli para vokti. Pate probleme me shëndetin për shkak të shtatzanisë dhe lindjes së parakoshme. E qartë, por në ato kohë kur Vjera ishte gjallë, është gjallë Vjera? Jo, ka vdek. Ka ndruar jetën. Kur ishte gjallë Vjera, e kishe diskutuar ndonjëherë me Vjerën që dyshoj që fëmijën mund ta kem gjallë? Ja. Jo, vetëm me bashortin tënd. Veç. Dhe ai të ka thënë që qajo konë, mos e lyp, se qajo konë në krye. Mos më heqke vesi, kërë. Unë uroj që t'jetë ashtu si që ti ëndërron dhe do dohet i ishte dhe ta gjeja të fëmijë, por gjithsesi, kjo është jeta dhe duhet i pranojmë gjërat që na vinë në jetë dhe unë dua të them, unë vërtet mund të bëj kërkime, mund të lidhe me spitalin e pediatrisë të atyre viteve për gjetur arkivën, por jam e sigurt që nëse ai fëmijë është thënë ka vdekur dhe juve ju është dhënë trupi, padyshim që edhe aty është shënuar fëmijë i vdekur me emrin që ju keni vendosur, Muhamet Hoti, lindur në 3 gusht të 1987, i vdekur. Ja, ato ka posë emrin tem, Emine. Nënë. Shkruar me ka posë ndër Emine. Emine, emrin e nënës, emrin tuaj. Aty është shënuar në krah, i vdekur, ka ndruar jetë, patjetër që është dhënë diagnoza nga se ka ndruar jetë. Këto gjëra unë mund t'i marr dhe t'i zbuloj, por që të bësh kërkime, le të themi të mirëfillta, siç i quajmë ne gazetarët, për një histori që ka një trup, është varrosur, jo e vështirë, por është dhe pak abstrakte, le ta quajmë. Por ne do mbetemi në kontakt, dhe të uroj më të mira tek kësaj jete ty. Si nënë si gjyshe. Hajt. Mirupafshim. Natën Emine, natën, mbetemi në kontakt. Mirupafshim. E dëgjuam historinë e Emines, e kësaj nëne, e cila duke marrë shkak nga emisionet që u bëj këtu në live me Odetën dhe sidomos duke ju referuar historisë së Muhamet Agushit, ajo dyshon se ndoshta Muhameti mund të jetë djali i saj, pasi djalin që solli në jetë gushtin e vitit 1987, ajo i vendosi emrin Muhamet, por gjithsesi unë i premtova që do të bëj disa kërkime në pediatrinë e qytetit të Prishtinës për të mësuar disa të dhëna, por e vërteta ndoshta mund të jetë ashtu siç ka ndodhur ku lajmi i hidhur ju dha familjes, në atë kohë familjes Hoti, dhe më pas ata morën dhe trupin. Gjithsesi, uroj më të mirat për këtë nënë,
dhe gjyshe, si ishte bërë dhe gjyshe. Por ne do të vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashk live për të vazhduar me një tjetër histori, dhe në fakt është një zonjë e cila më ka telefonuar disa herë dhe kërkon që të jetë këtu në live me Odetën. Ajo është nën, e martuar, e lumtur me familjen e saj, me bashorti dhe 3 fëmijët, jeton në Itali, por ka një problem që e shqetëson dhe është bërë një kohë gjatë që po e has këtë shqetësim. Realisht nuk e di shqetësimin për cilën ka, vetëm një mesazh më ka dërguar, kështu që do ta hap dritaren dhe do e ftoj menjëherë zonjën Flora. Përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, jam Flora, në Itali, nga Italia. Gëzohem. Flora, më ke telefonuar shumë herë dhe më ke thënë kam një problem, dua ta diskutoj, çfarë problemi ke konkretisht? Atëherë, që nga ngjarja e saj e ndodhi në Tiranë kam përjetuar shumë keq dhe vazhdoj të përjetoj. Kë ngjarje? Ngjarjen e atij djalit që u vrat, që nuk e njoh fare, nuk është thjesht. Kush, se nuk ma shpjego, se nuk e kuptoj, për kë ngjarje, për kë djalë që është vrarë? Për djalin që u vrat në Tiranë. Para sa kohë ndodhi kjo ngjarje? Për ngjarjen e Martinit që ndodhi tash para 2 muajsh. Martini, po. Martini 13 vjeçari që u vra nga bashkëmoshatari i tij. Po. Ngjarje shumë. Ka nisur aty, po nuk e di tash është dëgjon. E kuptoj që është diçka, se thosh më vjen keq, vetëm që në rregull, sepse është diçka më ta keq, po. Është diçka më shumë nuk e di, më ka vrarë shumë shpirt, nuk arrij, nuk kam shumë konfuzion, nga që mbas edhe babi ka vdek po për Tiranë, për virusin, që ndjem, kam marrë dhe psikologë, nuk ka 2 ditë që kam qenë, kam folë për këtë gjë dhe thot është e mund të shpjegon ajo që si ka mësimin ideal që për një person që nuk njeh, që ndodhi kjo presion aq i fortë. Se në rregull vjen keq, çdo njeri ka ardhur keq, po ka nisur aty kjo pjesa. Edhe unë sa që nuk e di, nuk ka shpjegim, nuk. E dashur Flora, nga ngjarja e Martinit, ne të gjithë jemi prekur. Po. Edhe unë jam nën, edhe unë jam prekur shumë, sidomos kur fola me babain e Martinit. Pikërisht, por ne kam desh me nda me këtë gjë sepse e kupton, edhe kur e flas që në mi shoq ose shtëpi nuk e flas më edhe me burrin me ato ditë para, tash ti nuk arri as shprehem sepse edhe vetë e kuptoj që është diçka. Por nuk e di, unë vetë që nuk e flas me asnjëri, më dhe duket shumë, edhe kam desh pikërisht atëherë kur kam shkruaj ka qenë shumë afër ngjarjes. Doje me ose pa përshkruajt, me nuk e di. Por nga momenti që ti pe këtë ngjarje dhe u trondite, çfarë përjeton? Se unë e kuptoj që ti që nge ngarkuar shumë nga ana psikologjike dhe ndoshta shumë. Ngjarja e Martinit ka qenë si një shtys për të çuar ty në këtë gjendje kaq të rënduar, por besoj që më përpara ke pasur probleme që janë akumuluar dhe kanë ndikuar në shëndetin tënd mendor. Por ti çfarë ndjen në këto momente që flasim të dyja bashk? Nuk të rejma për gjajnë që ndodhin kështu kur ngjoj vdekje ose nuk arriti për Zemër. Nuk i përballoj dot. Mbushem. Por që ka nis këtu, edhe sinqerisht me të vërtetë që më vjen shumë keq, domethënë edhe video me pa në gjon kam hek dorë nga Instagrami, po thoj se çoj fare në TikTok, nuk du me pas asnjë gjë as. Dhe ke bërë gjën më të mirë që ke hequr dorë nga rrjetet sociale, sepse në rrjetet sociale çfarë nuk postohet? Postohen lajme të vërteta, por dhe shumë lajme që janë fake. Dhe bën mirë që ke hequr dorë nga rrjetet sociale, sepse nuk ke pse lexon lajme të trishta. E dashur Flora, ti vetë në familjen tënde si jeton? Mirë, shumë mirë, do të familje normale. Po flas për tani, jeti fol për tani. Edhe vajzë edhe të shi që jam e martuar çdo gjë. Që do të thonë një jetë normale, punoj, kam 3 fëmijë. Me jetë. Çonin e kam 15, gocën e kam 17, po i vogël është 13. Me jetë ti kesh. Marrëdhëniet me burrin tënd i ke të mira, besoj.
të mira, shumë të mira. Domethënë që me të ditë të parë u shprehja me atë gjithmonë me këtë ngjarje. Domethënë se kanë nisur ty sepse kanë përjetuar ditët, kanë qenë shumë të vështira. Ai thonë po s'ka pashin me e kuptoj kështu edhe nga mënyra në zananat janë më leje të shi se do mos fol më për këtë problem. Nolli, mund ta nolli nesër që domethënë nuk ka fol, domethënë flas kështu. Po tash unë vuj shehur, domethënë të gjon kështu e mundohem ta maskoj si thoni fjalët. Të më thonë po vetvete Unë mendoj që burri ka bërë mirë që të ka folur kështu, që këtë histori në një farë mënyrë mos ta kujtosh shumë. Unë e kuptoj që je prekur nga historia, por ti nuk e lidhje gjaku, nuk e lidhje asgjë me atë familje. Pikërisht, ma gati nuk e flas me asnjëri që edhe me motrën kështu. Po leje tash i bollë kështu, domethënë nuk e di, arrim shumë. A ke kërkuar ndihmë te psikologja? Kam qenë para 2 ditësh. Aja, sepse unë i shpreh diçka thash, ja kam thënë të burrit e gati me çunë i lulin e gjo. Ai thotë nuk ta këshilloj, thotë që të mos kish fare lidhje sepse e përjeton më keq këtë gjë. Edhe mos ofro fare thotë më këtë pjesë sepse nuk ke parentezë, domethënë nuk ke njeh njerëzit, nuk ke lidhje me njerëzit. Nuk janë taf me tuj ose... Por çfarë këshillash të ka dhënë psikologja? Sepse shumë e rëndësishme që këshillat e saj ti ndjekësh për të kaluar këto momente kaq të vështira në jetën tënde. Se janë momente që ti po i përjeton dhe duket që ana jote psikologjike është ngarkuar kaq shumë sa ndoshta mund të kemi të bëjmë me një depresion që ti po kalon. Po, ajo thotë të kam dhe 2-3 seduta, që do shkoj të bëj 2-3 takime. Po, seanca? Rrisa më larg, dil, mos mendo, pastaj ke familjen tate, që unë kuptoj të gjë, edhe unë vetë kuptoj, domethënë që është diçka që me keqardhë dhe me tepër, me kuptimin e fjalës që është e tepër, si me shku kaq, sepse të gjithë e kanë përjetuar dhe po ka lidhje edhe me ikjen e babit tim kjo gjë, që unë çy ka ikje babit në 2020-ën. Po fat keq për virusin që edhe i ka ikë në mënyrën më tragjike, më të keqe. E kuptoj dhe unë prandaj të pyeta e dashur Flora që me si ishim për shembull ke varrimi e tij, erdhi para derës aty me 5-6 robë aty. Unë e kuptoj. E ka shku motra, e ka morgu, i mbështjellë, kështu të gjona, si që ka atëhershme që ne. Sa vjeç ishte babi? 81 vjeç. 81 vjeç, por unë e kuptoj që humbja e babait është një gjë shumë e madhe. Shumë, të dhe lasët e se kam kaluar, edhe të herë kam qenë shumë keq. Shumë keq, edhe unë përndaj shkoha dhe psikologje, po ke psikologë më shku maset kam shkruaj ty dhe thash qofse do më marrësh dhe më shpush akoma më kënaqësi kisha dëshirë më bëj këtë bisedën dhe prandaj të mora dhe ndaj të dyja dhe po flasim. E dashur Flora, ajo që ne duhet të kuptojmë, unë nuk jam psikologe. E di, po ka bën puna jote që ke është Dëm ti dhe pjesën e psikologës, unë i shoh emisionet tuaja dhe marr me mendje. Ajo që u kuptoj te ty është që ti nuk pranon vdekjen. Jeta kjo është. Kjo është jeta, zemër, që ne duhet ta pranojmë edhe vdekjen. Prindrit nuk janë të përhershëm. Kështu është ndërtuar jeta. Dhe qoftë kështu që sipas moshës dhe brezave të ikin atje lart të qielli dhe mos të ikin të rinj dhe të vegjël, pa e shijuar jetën. Por, ajo që unë dua të këshilloj, është që ti duhet të shikosh gjëra të bukura, se jeta është e bukur. Përpos dhimbjeve që ne provojmë në jetë, ne provojmë edhe çaste të shumta lumturie. Ty Zoti të ka dhënë 3 fëmijë. Ka bekuar me 3 fëmijë, që jam e sigurt janë drita e syve të tu.
Po, të kur shifshim atë fillim që unë, se është e kohë të fshet, pas dhe një është, që është për i fmi të huj, të them fmi të huj, sepse nuk e një. Më dëgjoj. Dhe të ditët e para më kuptoshin, se thoshin, po, ke i lëndohë, sepse je në me kështu. Pastaj gaze ditë tha, po mjaftë është, unë me bollë, mësë, që nuk e njifje, pse bën kështu, në për momentin, që nuk shpreja mas me ato, se në është e vështirë. E dashur Flora, ti duhet të bëhesh pak e fort, nuk e pse i mërzit fëmijët e tu. Po, normale, shumë normale. Ne të mendojmë se çfarë ndodh në botë, se sa njerëz ndrojnë jetë nga aksidenti, nga sëmundje, nga uria, nga çfarë do lloj gjëje, ne do ishim të çmendur të gjithë. Por ne nuk mendojmë këto gjëra. Ne mendojmë gjërat e bukura të botës dhe jetën që na është ofruar. Ti falë Zotit, je me burri në krah, ke 3 fëmijë, jeton në Itali, jeton në kushte të mira, pse duhet të vuash kaq shumë? Është e vërtetë, thashëm duaj një jetë normale, jam me vështirësi në sensin punoj me kështu se çdo njeri ka të vështirësitë e veta, po asnjë gjë tepër ne jemi herë të punoj me kështu se 3 fëmijë me majt, nuk është e pakët me shkollë me gjitha. E qartë, sakrificat janë të mëdha. Si që tjera, asnjë gjë më shumë, asnjë gjë më pak, po. Kjo që kam unë, është vërtet, mund të jetë një nevojë akumulime kështu sepse edhe vetë si tip jam i mendoj gjëra shumë po. Je tip i ndjeshëm. Vush për një person që nuk e njeh, edhe thellë vuj, po do mënohem, nuk e di, kur isha para të ditësh ajo është shumë person i mirë që më ndjek. Me të drejtë më këto që ka sedutë për prind dhe adoleshent. Edhe unë kur shkove e shpjegova që jam okay se ta shkojnë prindër që kanë probleme ke shtëpia, kështu që janë. Unë i thash, nuk është turp të shkojmë te psikologu. Unë e kam bërë disa herë. Edhe marr, jam okay në familje kështu po kam marrë diçka. Ajo më ngjoi tha, po, është vërtet mund të jetë që nuk e njeh dhe e ke jetuar shumë, e ke parë shumë, je ngarku. Po kjo nuk do të ndodhi sepse para vjen familja, domethënë në ato këshilla që mi ka thonë dhe burre që ftellë di dhe unë, po thjesht sinqerisht e vuj shumë. Nuk e di, për momentin. Gjithë meraku im, unë nuk jam psikologe, vazhdoj ta them, gjithë meraku im është Flora se kjo gjë do kaloj, absolutisht. Do vi një moment që kjo dhimbje do zbehet te ty, do harrohet kjo ngjarje. Por problemi im është që ti duhet vazhdosh seancat e psikologja, se ndoshta ti do përballesh me të tjera ngjarje, me të tilla situata, qoftë dhe jo vdekje, por situata të tjera të rënda në jetë dhe ti do kalosh sërish në një gjendje të vështirë. Patjetër, e di, edhe unë vetë këtë dhimbje që kur me ditët e para kisha shumë madh, unë punoj me mensa fëmijësh, edhe momenti që vishin fëmijët me hëngër bukë, zhurmët e fëmijëve, i shifshe të fëmijët ke sytë, që ty pa dhe ato vitjet e ti që shkrejtë kështu dhe unë ti që linjës shërbimin që ato që unë do t'isha në punë prezencë atë qaja të më thoshin kolegët që ke, kur të foli jo nuk kam gjo kam rritë më thonë dhe rejnë kam mamin pak për shif që nuk ka rritë të shpjegosh edhe kam mamin vjetë nëse si është mami dhe më thonë nuk ngjoja zana kalamaj që kështu. Flora, unë t'i jap këshillin që të flasësh me shoqen tënde, miken tënde më të mirë për problemin që po përjeton, nuk është turp. Mos e quaj turp kjo dhimbje, le të themi, që ti po përjeton për një fëmijë që ka humbur jetën dhe nuk e njeh kush është. Nuk është turp të flasi për problemet tona. Nuk është turp të flasim me mikeshën ton, nuk është turp të flasim me motrën tonë. Me nënën të largoj vetë, nuk është ati është qatësh me njëri, nuk të kuptojnë gjithë njësoj, Po jo, unë jam e sigurt nëse ti flet me motrën dhe i tregon problemi që po përjeton në këto momente, me shëndetin tënd, me anën tënde psikologjike të rënduar, ajo do t'japi këshilla, duke folur me gjithë njerëzit e tu të dashur, do të qëndrojnë të gjithë pranë, dhe jam i sigurt që psikologja me të cilën ti je lidhur dhe do vazhdosh seanca do të ndihmojë shumë. Vesh me atë të vërtet se me njerëzit e mi të afërt nuk shprehem sidomos për këtë problemin që është pjesë ime që unë e vuj për fat keq, si thush, e kam marrë pak emocionalisht lart edhe do kaloj sepse nuk kuptojnë gjithë njësoj. Që di,
Mi më në ty së në mërziti, po i më betë kupton, nuk arrit kesh i komunikim të gjatë me një person që të kuptoj tamam. Edhe kjo është kuptimi i telefonatës që kam desh me bë me ty, sepse një e mirë dhe unë falenderoj shumë që për kohën që më jep se Zemër. Një me për problemin e vetë edhe ky imi është sepse po e vuj unë, domethënë kam unë. E qartë, unë e kuptoj qartë situatën. Ndoshta nuk di ta shpreh mirë me fjalët siç e shpreh një psikologe, sepse nuk mund të bëj dot diagnoza se nuk jam një e tillë, jam kuptoj. Por e kuptoj shumë mirë situatën të cilën ti po ma shpjegon. Prandaj po të them, mblidh forcat, mblidh fuqit, fshih ca gjëra nga truri, hiqi. Liro pak vend në trurin tënd. Se për zotin o betë, ditën, 2-3 ditë e para dhe çuni kishe humbur pusë të sportit, një kështu dhe bleu. Kur këna pusë të sportit shpi kam kapi të qajt me të fort, që dhe pse ti fëmijët i pritët, shiko që ëndra kanë fëmijët e vegjël që krijoj gjajna. Zemër. Nuk ditët e para ishin shumë vështirë. Sepse ke hyrë dhe në internet, ke lexuar lajme, postime pafund që hidheshin për Jo, dhe e ndjek shumë edhe jepi stop këtyre rrjeteve sociale mos u fut. Sepse nuk futem nuk kam ditë që nuk në rrjetet sociale më ka hek. Më dëgjoj ta. TikTok-u kam pa kishte çunit vetën dhe ma hoq. Po çfarë do thotë se keni? Ne më ke vazhduar në TikTok, më kanë ngjarje më thamu. Shumë mirë ka bërë, sepse unë përpara se të fle, hy në rrjete sociale, thjesht për të u informuar për zhvillimet e ditës. Ma do të puna, të informohemi dhe për të kuptuar çka ka ndodhur. Se gjatë ditës së zyrë merrem me emisione dhe nuk kam kohë. Por kur hy në rrjete sociale, ma besoj dhe mua më ikën truri ndonjëherë me ato që lexoj. Prandaj jepi stop këtyre gjërave se jo gjithçka që hidhet në rrjete sociale është e vërtetë. Shumica e lajmeve janë fake, i zmadhojnë, i bëjnë onën e gazetarët me foto e me tituj, vetëm për të trequr audiencë dhe për të marrë klikime. Që për minimin tem dhe të vitit që i hudhin shumë private, shumë gjojnë, ku i qenë më rëzot që hudhin të sepse abuzim është, patjetër. Shumë gjojnë, patjetër që është abuzim. Ndaj të them, por amante ka i truri jot, liron çik vend dhe fut sa gjëra të bukura aty. Po, është fjalë shumë e vërtetë dhe po, të mundohem edhe në me që po shkoj atje, tash pa kalon një me shkut javës tjetër, thot Martën. Sikur ne e mirë. Pikërisht siç po flas me ty, ose pak a shumë. Të bën shumë mirë. Se po ti nuk je psikologë, po tash pa dashje ti e bën psikologë. Të bën shumë mirë, mos e ndaj seancat me psikologen. Shko. Jo. Sa herë ta ka vendosur në javë, sepse të ndihmon dhe unë jam e sigurt që për pas disa seancave ti do jesh më mirë, do ndihesh më mirë. Unë gjithmonë mundohem që nëpërmjet njerëzve që flas i takoj, gjithmonë mundohem t'ju them që mos të kemi turp nga e vërteta. Mos kemi turp nga ajo gjë që ne përjetojmë. Të kërkosh ndihmë nuk është turp. Të flasësh për atë që ti je, për atë që ke kaluar, vetëm nga e vërteta nuk të gjen gjë. Nëse thua e mirë apo e keq që qoftë ajo gjë, duhet thënë, është e vërtetë. Unë besoj se njerëzit do të falin dhe do të duan. Unë besoj që këtu s'ka një gjë për turp sepse rregull është se po flas në përgjithësi. Njerëzit do të falin dhe do të duan më shumë kur ti u thuaj të vërtetën, qoftë edhe një dëm i madh thjet për atë njeri. Por aman i ke thënë të vërtetën. Kështu që nuk duhet kemi turp, të flasim edhe për gjërat tona. Kaniku, nuk ka më tabu për mua. Duhet të flasim. Ti ke nevojë edhe për ndihmë, patjetër duhet të kërkosh ndihmë sepse patjetër, te psikologi, te psikiatri, kur vjen diçka e keqe pse s'foli para. Ose ka raste që flet para dhe nuk ngjan njerëj. Nuk do të dish me ku më fole sepse bizet do të pamë se flasë nuk flet që njerëzit. O shikoj di që s'kupton. Ose nëse s'ke fol para, mos fol hiç. E dashur Flora, unë jam e sigurt që ti do ta e kalosh shumë shpejt këtë moment të vështirë do të kaloj. Këtu, po nuk ta mohoj që me vdekjen e babit, ka qenë e fortë.
ndoshta gjërat janë akumuluar ndër vitet e këty dhe le të themi që një lajm i lidhur për një fëmijë të vogël, le të themi shpërtheu ai depresioni kam dhënë vdekje tjera përpara, po nuk e di nëse pas vetë shpirti im aty ka qenë momenti që unë ndihemi çik më presion. Si gjithmonë kur thotë lajme, po ngjojnë për ditë edhe këtu. Këtu ngjojnë për ditë lajme. Nuk është se ngjon, për ditë ngjon. Mirë. Edhe këtu ndodhin shumë gjëra. Mirë, Flora. Patjetër. Forca, se jam i sigurt që do ja dalësh. Faleminderit edhe për ty që më jep kohë dhe më djove. Jeti pindjeshëm që i përjeton. Pse po unë po thjesht se kam të mua që jam ndjeja kërë, nuk e fshet dot, Mirë, bëre mirë që fole me mua, bëre mirë që atë që kishe e nxore, por që jam e sigurt që do e kalosh dhe do bëhesh më mirë. Je tip i ndjeshëm dhe i përjeton gjërat shumë, e kuptoj, por që forca, kur të vinë në mendje ato mendime që të trazojnë trurin edhe zemrën, kthe sy tek fëmijët. Për ata jeto, është patjetër po fëmijët edhe dhim, pse të mollin të gjojnë të keqe kështu. Shumë e fortë, nuk. Mirë, nëse ti ke nevojë për mua, më shkruaj sa herë të duash, unë do gjej kohën që të flas me ty dhe të uroj gjithë. Jo, nuk do të mërzit sepse ti je në punë dhe kjo nuk më mërzit fare. Mirë. Faleminderit. Të uroj gjithë të mira, të përqafoj dhe të puth nga Tirana dhe forca. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat. Mirupafshim, shumë faleminderit. Mirupafshim. E në fakt u preka nga kjo nën, nga zonja Flora, e cila dukesh ishte ngarkuar shumë nga ana psikologjike dhe ndoshta mund të kishte kaluar në depresion. Ai tregoi për ngjarjen e rëndë të Martinit të vogël, 13 vjeçarit, i cili u vran nga bashkëmoshatari i tij këtu në kryeqytet, një ngjarje që na ka bërë të gjithë dhe të qajmë dhe të gjithë të lëndohemi me lajmet që lexuan për Martinin. Por kjo nën, e cila nuk ka lidhje gjaku, nuk e njeh këtë familje, vazhdon ta përjetojë sa është detyruar të shkojë dhe te psikologu të marri këshillim nga një psikolog aty në shtetin italian, por jam e sigurt që Flora gjatë jetës saj mund të ketë kaluar trauma të vogla, të cilat janë grumbulluar dhe ka ardhur momenti që ajo gjë ka shpërthyer dhe ajo sot po përjeton. Unë uroj që ajo t'ia dali dhe ta kaloj këtë fazë të vështirë në jetën e saj, por jam e sigurt që psikologu që është lidhur do t'i japi këshillat e duhura dhe zemra e kësaj nëne do qetësohet dhe më vjen keq që sot nëpërmjet Florës përmenda historinë e Martinit, një histori që jo vetëm na ka prekur, por na ka bërë që të ndërgjegjësohemi dhe të dimë të prinderojmë. Sa e rëndësishme është të prinderojmë me fëmijët tanë, të cilët në një moment mund të bëjnë gjëra të tilla siç ai 13 vjeçar i mori jetën Martinit. Uroj që mos të dëgjojmë më ngjarje të tilla, ngjarje makabre. Mirë, të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë e këtij live, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698. Ose mund të më shkruani në faqet e mia zyrtare në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, kur çdo paradite jam live ora 10 me ju. Faleminderit dhe takohemi nesër.